Atmosfera e fundvitit ka marrë një domethënie edhe më të veçantë për familjen e Josefina Topallit. Pikërisht në këto ditë festash, familja ka ndarë me publiku një lajm që ka sjellë gëzim dhe emocion. Vajza e saj, Margherita Topalli, ka bërë të ditur përmes rrjeteve sociale se është në pritje të ëmbël. Me një postim të ngrohtë dhe plot simbolik, ajo ka konfirmuar se familja e tyre do të zgjerohet tepër shpejt. Margherita dhe bashorti i saj, Angji Serreqi, janë në pritje të fëmijës së tretë. Çifti është tashmë prindi 2 djemve dhe kjo shtatzani i shënon një kapitull të ri dhe të lumtur në jetën e tyre familjare. Në imazhin e publikuar pranë pemës së Krishtlindjes, Margherita shfaqet e buzëqeshur dhe e rrethuar nga bashortit e 2 fëmijët, duke reflektuar qartë emocionin dhe lumturinë e kësaj periudhe. Pamja festive duket se simbolizon më së miri pritjen e një fillimi të ri për familjen. Për familjen Topalli Serreqi, magjia e Krishtlindjeve këtë vit shoqërohet me një ndjenjë edhe më të fortë gëzimi dhe shprese. Pritja e ëmbël është kthyer në kryefjalën e këtyre festave, duke e bërë fundvitin edhe më të paharrueshëm për ta. Këto janë fjalët që Margherita Topalli ka shkruar në Instagram. Krishtlindja ka gjithmonë një magji të vetën, na mbledh, na zbut zemrën dhe na kujton se të çmuara janë momentet e thjeshta me njerëzit tanë. Këtë vit, për ne është edhe më e veçantë sepse po e festojmë me 2 djemt tanë të dashur dhe me zemrën plot pritje për gjithçka të bukur që po vjen në familjen tonë. Gëzuar Krishtlindje nga ne, me shumë dashuri për ju dhe familjet tuaja. Ky lajm ka gëzuar të gjithë dhe çdo fans apo çdo ndjekës i saj, po e uron atë që të ketë një shtatzani shumë të qetë dhe të mbar. Po juve çfarë mendimi keni për këtë situatë? Komentojeni mendimin tuaj dhe mos harroni të shtypni butonin subscribe për të mos humbur asnjë video të re rreth kanalit tonë. Ju faleminderit.